Kavalli filloi të shtypte arkivolin dhe kur kapaku u ngrit me të gjithë rreth e rrotull, ai u emocionua ndërsa dëgjoi dik duke qarë. Alan, një pronar ferme 60 vjeçar, jetonte në pronën e tij të madhe, rrethuar nga një familje e dashur që prej fëmijërisë. Alan u rriti rrethuar nga kafshët, i ati dhe ema ishin adhurues të mëdhenj të kafshëve, kishin kuaj, lopë dhe shumë kafshë shtëpiake. Alan gjithmonë kishte pasur aftësinë për të fituar besimin e kafshëve, për ndonjë arsye, kafshët gravitatoresin rreth Alanit dhe ai kishte dashur shumë këto krijesa. Por kur vinte fjalat e kuajt, ai kishte një dashuri të veçantë për to djali, zgjohej më herët se të gjithë në shtëpi dhe vraponte në stallën ku me përkushtim kujdesej për ta, i kreste dhe i ushqente. Dhe kuajt e adhuronin Alanin dhe shisnin kur ai vinte në stallë. S'është për t'u habitur që ai trashëgoi fermën dhe traditat kur prindërit e tij u plakën dhe u shuan. Kur Alan ishte 48 vjeç, rruga e tij u takua me një kal të veçantë. Ai po shiste ushqim për kuaj kur dëgjoi një klient të tij të fliste për nevojën për të sakrifikuar një vepër suksesi, një prend të sapo lindur. Sipas klientit, kali që kishte lindur veprën ishte shumë i sëmur dhe kishte bërë lindje traumatike. Në orë 1, nëna u nda nga jeta dhe vepër ishte shumë dobët, s'leshon të shikim dhe kishte pak shanse të mbijetojë. Zemra e Alanit u mbush menjëherë me dëmshuri për kafshën e pafajshme, dhe ai kërkoi të dinte më shumë rreth situatës. Kur vizitoi fermën, zemra i u zbut kur pa veprën, ai ishte aq i dobët sa ishte thënë, me një shprehje të trishtuar në sy. Alan u çmall përse si pronarët nuk e kishin asnjë kujdes për të, nuk i dhan shtysë për të jetuar. Për befasinë e pronarëve, Alan kërkoi të blej veprën. Pronari dhe bashkëpronari e shikonin me habi, sikur ishte dy kokave. Ata ishin skeptik dhe të pabesueshëm, përpjekeshin të bindeshin se nuk kishte asgjë që Alan të bënte për të, se vepër ishte një rast i humbur dhe nuk do të mbijetonte as për një muaj. Por Alan ishte i vendosur dhe deklaroi me siguri se, me gjithë pamjen e dobët të veprës, ai pa një flak jete që meritohej të ushqej. Ai vendosi të ndihmojë atë pavarësisht nga çka thonë të tjerët, ai kishte përvojë me kafshët dhe dinte saktësisht çfarë po bënte. Pas një periudhe të gjatë hezitimi, pronari u tërhoq dhe firmosi, duke paralajmëruar Alanin, mos u tërhiq. Ky kal nuk ka për të zgjatur shumë. Alan pranoi kushtet dhe nëpërmjet mori veprën për të. Ai transportoi të riun në fermën e tij, ku vepër ishte shtrirë tokës me shprehje të trishtuar dhe pa forcë, dukej sikur po priste fatin e tij. Por Alan besonte se diçka më shumë ishte brenda tij. Me kujdes të madh, ai e futi në kamionin e fermës dhe nisi udhëtimin drejt shtëpisë në periferi të qytetit, një vend i qetë, i rrethuar nga fusha të gjera. Sa po mbërriti, Alan telefonoi veterinerin për të ekzaminuar veprën, edhe pse ai kishte një uri për kujdesin e kafshëve në fermën e tij, e dinte që në gjendjen në të cilën gjendej kali, ai kërkonte menjëherë kujdes profesional. Veterineri, pasi e shikoi, zbuloi se duhej të çonin veprën në qendrën veterinare më të afërt për ekzaminime të mëtejshme. Alani ishte një njeri me zemër të madhe. Ai kishte kaluar gjithë jetën e tij në fermën e trashëguar nga prindërit, duke u kujdesur për kafshët që ishin bërë pjesë e familjes së tij. Por asnjë lidhje nuk do të ishte aq e fortë sa ajo që ai do të krijonte me një potro të vogël dhe të sëmur, që ai e quajti Tiago. Kur veterineri vlerësoi gjendjen shëndetësore të potros, ai shfryu thellë para se të fliste. Ky potro, mjerisht, nuk do të arrijë moshën e rritur. Do të jetë një mrekulli nëse mbijeton edhe disa muaj, madje edhe me kujdesin më të mirë. Fjalët e tij ranë si një goditje e fortë në zemrën e Alanit, por ai nuk e humbi shpresën. Sytë e tij të qetë dhe të vendosur e shikuan veterinerin me besim. Jeta e tij nuk varet vetëm nga diagnoza, tha ai, por nga dashuria dhe përkushtimi që mund t'i japim. Do të kujdesem për të sa të kem frymë. Dhe kështu filloi një histori që do të prekte zemrat e të gjithë atyre që e dëgjuan. Alani e çoi Tiagon në fermën e tij, duke i krijuar një vend të ngrohtë, të butë dhe plot kujdes. Ai e ushqente me duart e veta, e fshinte me peshqir të ngrohtë dhe i fliste çdo ditë me zë të butë, sikur të ishte një fëmijë i tij. Në fillim, potro mezi qëndronte në këmbë, syt i kishte të zbehtë dhe frymëmarrjen e rëndë. Por me kalimin e ditëve, filloi të fitonte forcë. Ai mësoi të ecte, të vraponte dhe, mbi të gjitha, të besonte. Kaluan muaj dhe kundër çdo parashikimi mjekësor, Tiago mbijetoi. Një vit u kthye në 2 në 3 dhe para se ta kuptonin, ishin kaluar 5 vite. Ai potro i brishtë i sëmur u bë një kal madhështor, i fortë, i shpejtë, plot jetë dhe energji. Të gjithë ata që e njihnin historinë e tij nuk mund ta besonin.
Veterineri që dikur kishte thënë se nuk do të jetonte as disa muaj, tani e shikonte i mahnitur. Tiago kishte shpirt të gjallë dhe një gëzim ngjitës që ndriçonte fermën. Ai ishte bërë pjesë e familjes, madje shpesh punëtorët e fermës thoshin me shaka, ky kal mendon se Allani është babai i tij i vërtet. Dhe me të vërtet, lidhja mes tyre ishte e pazakontë. Tiago e ndiqte Allanin kudo, në ar, në obor, madje edhe deri tek veranda ku ai pinte kafen çdo mëngjes. Kur Allani e thërriste me zë të butë, kali vinte menjëherë, syt I shkëlqenin nga dashuria dhe besnikëria. Allani shpesh qeshte duke thënë, e do të jetoj, sepse nuk ja lash zgjidhje tjetër përveç se të jetonte. Ai e kishte mbushur jetën e kalit me dashuri, durim dhe kujdes të pakushtëzuar. Dhe siç ndodh me dashurinë e vërtet, ajo e ktheu dritën në syt e Tiagos dhe I dha forcë të mbijetonte. Por vitet kaluan dhe koha nuk I kursen as njerëzit më të fortë. Një ditë, Allani filloi të ndiej keq. Një sëmundje e rëndë e rrëzoi dhe trupin që dikur kishte qenë I fortë si një lis, tani e la pa fuqi. Ai nuk mund të kujdesej më për fermën dhe kjo e tronditi thellë. Familja e tij, gruaja dhe fëmijët bashkë me disa punëtor besnik, bën gjithçka për të mbajtur fermën në këmbë. Por Allani ndihej bosh. Ai shikonte nga dritarja fushat e gjelbra, ku kuajt vraponin të lirë dhe ndjente një dhimbje të ëmbël në shpirt. Tiago e ndjente. Ai nuk ishte si kuajt e tjerë. Kishte diçka të veçantë në të, një ndjeshmëri e rrallë, një mençuri e brendshme. Çdo mbrëmje, kur erësohej, kali afrohej ngadalë drejt shtëpisë. Ai ndalej pranë verandës ku Allani ulej në karrigen e tij të lëkundshme dhe qëndronte aty në heshtje duke e shoqëruar. Ishte një ritual I përditshëm, një gest dashurie dhe mirëkuptimi që nuk kishte nevojë për fjalë. Një natë, yjet ndriçonin mbi fermën e vjetër. Allani, I lodhur, I përgjumur, shikonte drejt qiellit me një buzëqeshje të lehtë. Tiago ishte aty pranë, si gjithmonë. Pak ditë më vonë, Allani pësoi një sulm në zemër ndërsa ishte në kopshtin e tij, në vendin ku gjithmonë gjente paqe. Familja e tij nxitoi ta ndihmonte, por fati nuk I dha më kohë. Ai u nda nga jeta, I qetë, ashtu siç kishte jetuar, I rrethuar nga dashuria dhe kujtimet. Lajmi I vdekjes së tij tronditi gjithë qytetin e vogël. Në vendin ku të gjithë njihnin njëri tjetrin, humbja e Allanit ndjehej si humbja e një njeriu të dashur për të gjithë. Familja e përgatiti trupin me respekt të madh, e lanë me kujdes, e mbështollën me një pëlhur të bardhë dhe e vendosën në një arkivol druri të thjeshtë, siç ishte dhe jeta e tij, e ndershme, e qetë dhe plot dashuri. Në ditën e funeralit, njerëzit u mblodhen nga çdo cep I qytetit. Atmosfera ishte e rëndë, e mbushur me mall dhe kujtime. Kur arkivoli u vendos në tokë, u dëgjua një zë, një rënkim I thellë që nuk vinte nga njerëzit. Tiago ishte aty. Kali kishte ndjekur procesionin në heshtje, me kokën ulur, dhe tani qëndronte pranë varrit. Askush nuk e kishte sjell, ai kishte ardhur vetë. Pastaj ndodhi diçka që të gjithë e kujtuan për vite me radhë. Tiago u afrua, e preku arkivolin me turirin e tij dhe nisi ta shtypte lehtë, sikur donte të zgjonte mikun e tij të vjetër. Njerëzit nisën të qanin, të prekur nga ajo skenë. Kali filloi të rënkonte dhe tingulli I dhimbshëm e I butë u përzije me frymën e erës. Ai qëndroi aty për orë të tëra, derisa dielli perëndoi pas kodrave. Vetëm atëherë u largua ngadalë duke kthyer kokën pas, sikur po përshëndeste për herë të fundit mikun e tij të dashur. Që nga ajo ditë, Tiago nuk u pa më I njëjti. Ai kalonte orë të tëra pranë vendit ku ishte varrosur Allani, I heshtur dhe I qetë. Ishte sikur një pjesë e shpirtit të tij kishte mbetur atje, pranë njeriut që I kishte dhuruar jetën. Ishte një ditë e trishtuar, e mbështjellë nga heshtja dhe zymtësia. Miq, fqinje e të afërm ishin mbledhur për t'i dhënë lamtumirën e fundit Allanit, njeriu të dashur që kishte jetuar gjithë jetën e tij me dashuri, punë e respekt për çdo krijesë të gjallë. Në oborin e shtëpisë së vjetër të fermës, trupi I tij ishte vendosur në një arkivol të thjeshtë prej druri, ndërsa familja e mbuluar nga lotët e dhimbjes përgatitej për procesionin drejt varrezave të qytetit. Por askush nuk mund ta imagjinonte çfarë do të ndodhte më pas. Karvani lëvizi ngadalë përgjatë rrugës me balë që çonte drejt kodrës ku ndodhej varreza. Njerëzit ecnin në heshtje, disa me koka të ulura, të tjerë duke fshirë syt me shami. Vetëm era frynte lehtë në përpem, sikur donte të qante bashkë me ta. Pa pritur, në largësi, u dëgjua një rënkim I fuqishëm, I thellë dhe I dhimbshëm. Ishte një rënkim kali, I fortë, I tronditur, I njohur.
Në fillim, njerëzit menduan se ishte një kal I zakonshëm nga ndonjë fermë fqinje, por tingulli u bë më I afërt, më I ashpër, më I dëshpëruar. Punëtorët e fermës që kishin mbetur pas për t'u kujdesur për kafshët, e kuptuan menjëherë, Tiago. Ai kishte shpëtuar nga stalla. Ata kishin provuar ta mbanin brenda, por kali, me forcën e tij të jashtëzakonshme, kishte shkatëruar derën prej druri dhe kishte ikur me shpejtësi të pabesueshme. Dukej sikur Tiago e dinte. Sikur ndjente që zotëria e tij, njeriu që e kishte shpëtuar dikur nga vdekja, po ndahej nga jeta. Me galop të egër, ai u nis drejt qytetit, me sytë e mbushur me zjarr dhe dhimbje, me trupin që dridhej nga ankthi. Çdo goditje e thundrave të tij kumbonte në rrugët e qeta të qytetit si trokitje zemre të një shpirti të thyrë. Kur turma mbërriti në Vareza, njerëzit ishin ende në heshtje të thellë. Ceremonia filloi nën tingujt e lutjeve dhe fjalëve të fundit për njeriun e mirë që kishte ndihmuar të gjithë. Por atëherë, nga fundi I rrugës, u dëgjua një britm, kujdes. Një kal po vjen. Të gjithë kthyen kokat dhe pan një krijesë madhështore që afrohej me shpejtësi maramendëse, pluhuri ngrihej pas tij, syt I ndritnin si flak. Ishte Tiago. Ai vinte drejt tyre, me trupin që dridhej nga emocionet dhe me një ulërim që përçante ajrin. Paniku shpërtheu. Gratë filluan të bërtisnin, burrat u përpoqën të largoheshin, disa u përpoqën ta ndalonin, por ishte e kollë. Kali, me një forcë që vinte nga zemra e tij e thyrë, shkatërroi gjithçka në rrugë, duke mos ndalur asnjë hap. Ai nuk erdhi për të bërë dëm. Ai erdhi për të kërkuar njeriun e tij. Tiago arriti pranë varrit, ku Arkivoli po ulej në tokë. Me një britm të dëshpëruar, ai u hodh drejt Arkivolit dhe filloi ta godiste me këmbët e para. Goditje pas goditjeje, një britme e dhimbshme shpërthente nga brenda shpirtit të tij. Njerëzit u tmerruan, disa u larguan me nxitim, të tjerë qëndruan të ngrirë nga frika dhe habia. Askush nuk e dinte çfarë të bënte. Kali dukej si në ethe, I mbushur me dhimbje të thellë, sikur po përpiqej të zgjonte zotërinë e tij. Mos e lëndoni, bërtiti një nga djemtë e Allanit, ai nuk po bën dëm, është vetëm I pikëlluar. Por askush nuk mund ta ndalte. Tiago nuk ndalonte. Ai rënkonte, fishkëllente dhe godiste derisa një nga punëtorët me zemër të rënduar u përpoq t'i afrohej me një litar për ta ndalur. Dhe pikërisht atëherë ndodhi diçka e pabesueshme. Me një forcë të vetme, Tiago goditi kapakun e Arkivolit. Dëgjoi një krismë e fortë. Druri u ça dhe kapaku u ngrit paksa. Kali ndaloi. Heshtje. Ai uli kokën, afroi hundën e tij të ngrohtë dhe filloi ta nuas trupin e Allanit, si dikur kur I afrohej për përkëdheli. Sytë e tij u mbushën me lodh. Ai qëndroi ashtu për disa sekonda që u dukën si përjetësi. Pastaj, në mes të asaj heshtjeje, ndodhi mrekullia. Një zë I dobët, por I qartë, u dëgjua nga brenda Arkivolit. Ishte një rënkim njerëzor. Njerëzit ngrinë në vend. Askush nuk foli. Pastaj, një tjetër zë, më I fortë, një ulërim. Ishte Allani. Në një çast që dukej I pabesueshëm, kapaku u ngrit më shumë, dhe Allani u ngrit nga Arkivoli me sytë e hapur, I mbushur me ajër, I tronditur e I gjallë. Turma shpërtheu në britma. Disa u larguan me panik, të tjerë qëndruan në vend, të palvizur, duke parë atë që dukej si ringjallje. Gruaja e Allanit qau me zë të lartë, ndërsa fëmijët e tij vrapuan drejt tij. Ai është gjallë. Ai është gjallë. U lëriti dikush. Allani, I mbuluar nga lotët dhe pluhuri, me I zinxori fjalët nga goja, unë dëgjova zërin e tij. Tiago më thiri më zgjoj. Njerëzit rreth e rrotull nuk mund ta besonin. Shumë u përkulën, disa u gjunjëzuan, të tjerë qanin nga tronditja e gëzimi. Kali qëndronte aty, I qetë tani, me sytë që shkëlqenin. Ai e dinte. E kishte ndjerë që shpirti I zotërisë së tij nuk kishte ikur ende. Lajmi u përhap me shpejtësi në të gjithë qytetin dhe më gjerë. Një mjek specialist I intriguar nga ngjarja erdhi për të kuptuar çfarë kishte ndodhur. Pas disa analizave, ai dha një shpjegim, nuk është mrekulli hyjnore, por një rast I rrallë që quhet katalepsi, një gjendje ku trupi humbet ndjesinë, frymëmarrja dhe rrahjet e zemrës bëhen pothuaj të padukshme, dhe personi duket sikur është I vdekur. Por edhe vetë mjeku pranoi se kishte diçka që shkonte përtej shkencës. Ai tha me përulësi, mund të jetë që trupi I tij ishte në gjendje kataleptike, por fakti që Kali e ndjeu, që reagoi në atë mënyrë që nuk u ndal derisa e shpëtoi, kjo nuk shpjegohet me mjekësi. Kjo është lidhje shpirtërore.
Qyteti fliste për javë të tëra për Kali që ringjalli zotërinë e tij. Gazetar, kurioz, e dashamirës kafshësh vinin nga larg për të parë Allanin dhe Tiagon. Por Allan nuk pranonte famë. Ai vetëm përkëdhelte Tiagon, i fuste duart në qafën e tij të fortë dhe i thoshte: "Më shpëtove ashtu si të shpëtova unë dikur." Ata dy mbetën bashkë gjithë jetën. Tiago nuk u nda më asnjë ditë nga ana e Allanit, ai flinte pranë verandës, ngrinte kokën sa herë që Allan kollitej dhe vinte rrotull shtëpisë sikur po ruante çdo frymëmarrje të zotërisë së tij. Dhe kështu, historia e Allanit dhe Tiagos u kthye në një legjendë që kaloi brez pas brezi. Një histori për dashurinë, besnikërinë dhe instinktin që t'i kalon çdo logjik njerëzore. Një kujtim që dëshmon se ndonjëherë dashuria e vërtetë mund të ringjallë edhe jetën. Qyteti i vogël nuk e harroi kur ditën kur Allani u ringjall nga varri. Lajmi u përhap në çdo fshat përreth, njerëzit flisnin për këtë ngjarje në tregje, në kafene, në rrugët e ngushta plot gur të vjetër. Disa i quanin mrekulli të Zotit, të tjerë forcë të dashurisë, por askush nuk e mohonte që midis njeriut dhe Kalit kishte ekzistuar diçka përtej kuptimit njerëzor. Pas asaj dite, Allani u bë njeri i ndryshëm. Ai nuk ishte më vetëm një fermer që kujdesej për tokën dhe kafshët e tij, tani ai ishte njeriu që kishte parë vdekjen me sytë e tij dhe ishte kthyer mbrapsht. Çdo frymë që merrte e ndjente si një dhuratë. Dhe çdo mëngjes, kur dielli ngjitej mbi kodra, gjëja e parë që shikonte nga dritarja ishte Tiago, Kali i tij i dashur, që e priste në obor. Allani filloi ta kalonte çdo ditë pranë tij. Nuk kishte më punë të lodhshme, nuk kishte më nxitim. Ai i fliste Tiagos me qetësi, shpesh duke i rrëfyer ndjenja e kujtime që nuk i kishte ndarë kurrë me askën. Kali e dëgjonte në heshtje, me sytë e mëdhenj, të thellë, që dukeshin sikur e kuptonin çdo fjalë. Një pasdite, ndërsa dielli po perëndonte dhe era sillte aromën e barit të thatë, Allani i tha atij: "Tiago, ndoshta Zoti më la gjallë për një arsye. Ndoshta dua të tregoj se dashuria nuk është vetëm mes njerëzve, por edhe mes nesh, mes njeriut dhe kafshës." Dhe kështu filloi një periudhë e re në fermë. Njerëzit vinin nga larg për ta parë Tiagon, për të dëgjuar historinë. Shumë sillnin fëmijët e tyre, disa sillnin kafshë të sëmura me shpresën që Kali mrekulli i bërës t'i ndihmonte. Allani nuk kërkonte para, ai i priste të gjithë me buzëqeshje dhe u tregonte: "Mrekullia nuk është në Kalin tim, por në dashurinë që japim." Por fama kishte edhe anën e saj të hidhur. Kishte nga ata që e akuzonin se po shpikte historinë, se gjithë ngjarja kishte qenë trillim. Një gazetar nga kryeqyteti erdhi për ta intervistuar. Ai i tha me ironi: "Zoti Allan, a jeni i sigurt se nuk ishte thjesht rastësi? Apo ndoshta njerëzit kanë egzageruar?" Allani u përgjigj qetësisht, pa zemërim: "Kur njeriu fle midis jetës dhe vdekjes, nuk ka më rastësi. Ai ndjen gjërat që të tjerët nuk i shohin. Dhe unë ndjeva dashurinë e Kalit tim që më thërriste." Fjalët e tij u përhapën më shumë se çdo artikull. Gazetari u largua në heshtje, i prekur, pa bërë më asnjë pyetje. Vitet kaluan. Tiago u plak, por mbeti i fortë, me trupin që ende shkëlqente në diell dhe me sytë që ruanin atë dritën e vjetër. Edhe Allani u thin, por shpirtin e kishte më të ri se kurrë. Ata dy ishin bërë si një shpirt në dy trupa. Kur Allani ecte në fush, Kali ecte pas tij. Kur Allani ulej në verandë, Tiago u shtrihej pranë, dhe kur Allani lutej natën, Kali rinte në heshtje me kokën ulur si në adhurim. Në një mëngjes pranvere, kur ajri ishte i freskët dhe zogjt këndonin në degët e mollëve, Allani doli në verandë, por ndiu një trishtim të çuditshëm. Ai pa Tiagon të qëndronte në mes të livadit, pa lëvizur. Kali e shikonte, por nuk ju afrua. Ishte sikur ndjente diçka që po afrohej. Allani zbriti ngadalë, shkoi drejt tij dhe i vendosi dorën mbi qafë. "Jemi bashkë që kur ishe foshnje, Tiago," i tha me zë të ulët. "Ti më dhe jetën, e tani unë dua të jap paqen." Kali e uli kokën dhe fërkoi hundën në kraharorin e tij. Lotët i rridhnin Allanit në faqe, por ai buzëqeshi. Ai ndjeu se ky ishte fillimi i fundit, jo një lamtumir, por një përshëndetje e qetë mes dy shpirtrave që ishin lidhur për te jetës. Disa ditë më vonë, fshati dëgjoi lajmin se Allani ishte ndarë nga jeta në gjumë, i qetë, pa dhimbje. Por diçka e çuditshme ndodhi edhe këtë herë. Në të njëjtën orë kur ai mbylli syt, Tiago ra në tokë në oborin e fermës, pa zhurmë, pa britëm. Ishte sikur shpirti i tij kishte ndjekur zotërinë në udhëtimin e fundit. Kur familja e gjeti, e kuptuan menjëherë se asnjëri nuk kishte dashur të jetonte pa tjetrin.
dhe ashtu siç kishin jetuar, u varrosën pranë njëri tjetrit në një vend të qetë pas fermës, nën hijen e një peme të madhe shelgu. Një gur i thjesht u vendos mbi varret e tyre, me fjalët që Allani kishte thënë dikur: dashuria e vërtet nuk njeh kufi, as jetën, as vdekjen. Që atëherë njerëzit e fshatit shpesh thonë se në netët me hën mund të dëgjosh thundrat e një kali që vrapojnë lehtë pranë livadit dhe një zë të butë njeriu që qesh. Disa besojnë se janë Allani dhe Tiago, ende bashk, duke shëtitur përgjatë fushave të tyre të përjetshme. Fermën e trashëguan fëmijët e Allanit, të cilët ruajtën kujtimet me respekt. Ata e kthyen në një vend vizitash për fëmijët e shkollave, ku mësohej për dashurinë, besnikërinë dhe respektin ndaj çdo krijese të gjallë. Në hyrje të fermës, një tabel e vogël prej druri lexonte: këtu jetoi Allani, njeriu që dëgjoi zërin e dashurisë. Këtu galoponte Tiago, kali që shpëtoi jetën. Dhe kështu, historia e tyre vazhdon të frymëzojë njerëzit edhe sot. Në një botë që shpesh harron ndjenjat, kujtimi i Allanit dhe Tiagos është një kujtesë e thjeshtë, por e fuqishme, se zemra ndjen atë që syt nuk e shohin, dhe se lidhja e vërtetë, ajo që lind nga dashuria dhe besimi, nuk vdes kurrë.